si qëndron çështja e xhamive. Kemi dëgjuar një ngjarje në lidhje me xhamin në Sant Gallen. U hapu mbyllun gjallën disa debate, çfarë saktësisht ndodhi? Ato e kanë marrë një parcelë, një tokë, dhe dëshirojnë të bëjnë një projekt vërtet, një projekt, një qendër kulturore, fetare, një projekt bashkohor. Në vlerë 15 milion franc. Po shiqon ndoshta vlera pak ka dalë edhe në kuptimin më shumë ç'më thon si lajm kështu realisht, kështu që qëndrimi i nderuar. Është më e madhe? Po, jo, mund më qenë më e madhe, mund më qenë më e vogël. Realisht mund më qenë më e vogël për arsye se ndoshta mirë, vlera e parcelës së tokës që është atje e kanë dikon për afërsisht 5 milion, 5.2. Kanë disa gjëra, u boni ç'më thonë një reklam, një reklam u bën. A u ndalën punimet, u penguan një herë jo, se u penguan? tash do t'ju tregoj që vërtet me kuptu mirë. Ende nuk është bën edhe kërkesa për ndërtimin e xhamisë realisht. Akoma nuk është bërë edhe sot. Po jo, endesh nuk është bërë. Atëherë sot, në këtë moment domethënë është bler parcela, është ka të bojnë parë 2-3 herë kanë të bu parë për me paguën, domethënë tokën që e kanë bler. Pastaj i kanë pas edhe publik nën kont për shembull projektin, i kanë pas disa nga arkitekt dhe është përzgjedh projektin fjalë që e keni pa edhe na për media, është përzgjedhën ky projekt, po në të ardhmen, domethënë mbasi që të bëhet pagesa e tokës, e parcelës, të bëhet pronë e komunitetit musliman shqiptar, xhamisë El Hidayen, më saktësisht aty në Sant Gallen, pastaj do të bëhet domethënë edhe kërkesa për ndërtimin e objektit të ri të qendrës kulturore. Nuk vërtet kena problem që edhe jashtë objekte më fal. Këtë nuk e bëjmë ne për më krenu. Këto xhamia domethënë ju dha një publikim ose dol në shesh me një farë mënyre edhe jo prej dashamirëve ndoshta të fejes. Çfarë ndodhi? Disa kritikuan ashpër, thanë më mirë është mos bëhet. Po kritikuan ashpër, po tham edhe një pjesë që ndoshta edhe nga vetë komuniteti jonë, jo dashamirës. Edhe po bën një xhami, nuk kena nevojë kështu, po edhe atëherë i ngritën 2-3 këshilltar komunal, domethënë komunën e Sant Gallen atje, kërkuan përgjegjësinë nga organet komunale, nga organet kantonale, shtetërore zvicerane, fatmirësisht thuja se në shumicën, po në gjitha xhamiat imamët, kryesitë e xhamive kanë raporte shumë të mira me organet domethënë komunale, kantonale atje. Edhe pastaj ka dalë vetë kryetarja e komunës. Edhe para 3-4 ditë, 4-5 ditë, domethënë këtë që ju po doni me potencuan, domethënë u dhani përgjigje nga komuna, nga kantoni që kjo xhami, domethënë këto njerëz e njohemi imamin, e njohemi kryesinë, domethënë xhamisë nuk janë ashtu që ju pretendoni. E dim edhe për projektin fjalë që këto e kanë në plan ta ndërtojnë të ardhmen, edhe normal që ka dalë në aspektin pozitiv, ka dalë mbrojtje të projektit. Gjithçka ishte transparente. Gjithçka ishte transparente, po nuk ka mundësi me qenë transparent në Zvicër. Fal transparencës maksimale, domethënë edhe komuna, edhe kantoni kanë dalë mbështetje të projektit, por normal që projekti do të kalon nëpër kanale, domethënë komunale, janë ligjet e cilat duhet me I respektu detyrimisht dhe fatmirësisht po them është kthyer në rrugën e duhur. Zotin Koran. Për te pjesës mirësjelljes, kur parashihet nisen themelet e xhamisë, kur parashihet të jepet më shumë pjesës së grumbullimit të mjeteve, më sa parë keni hapur edhe një fond publik për grumbullimin e mjeteve për ndërtimin e saj. Shiqoj nderuam, domethënë ajo është. Na flet më shumë për projektin. Po, në shiqoj projekte, domethënë tash I pas domethënë përfundimit pronës që do të bëhen domethënë parcelës, do të bëhen pronë e komunitetit musliman shqiptar. Duhet vazhdojë leja të mirët për ndërtimin e objektit. Tash domethënë këto e kanë marrë iniciativën për me dërgu lejen në organet komunale. Gjasat janë shumë të mëdha që të pranohet. Besoj që gjasat janë për arsye se raporti edhe I hoxhës Sheikh Mehasit, po edhe I kryesisë, edhe I xhamatit është raport jashtëzakonisht I mirë. Projekti mund të ndryshohet. Vetë komuna, domethënë vetë kryetaria e komunës ka dalë domethënë për emisione televizive atje dhe e ka mbrojt xhamin, e ka mbrojt edhe imamin edhe kryesinë duke I njohur se kush janë. Mirë, po tash janë procedura shtetërore që ndërmi nderuam. Domethënë pasi që paraqitet marrja e lejes,
paraqitet projekti, pastaj janë procedurat të cilat mund zgjaten si zakonisht, ndoshta 3 muaj, 6 muaj, 1 vjet, se ka komisione do të më dalën në Kuvendin komunal më u votu si projekt. Kto nuk mund saksisht ç'më thon as jo unë si kryetari i komunitetit musliman shqiptar në Zvicër, po edhe vetë ndoshta edhe imami Hoxha me Hasefendia, po edhe vetë kryesia kryetare dhe me kryesinë e xhamisë nuk mund saksisht me ditë. Mund të japin supozime, po jo saksisht se mund të mirët leja. Po e mira është që raportet imam kryesi me autoritetet zvicrane janë në shkallën më të mirë të mundshme. Kjo është pozitive.